sa e impaktojnë një prokuror apo një gjykatës? Kemi parë vitet e fundit prokurorë të cilët mesazhet që vinë nga politikanët të cilët janë në jetim janë të frikshme, pra i lexojmë, janë sulme që nuk përfshin vetëm atë vet, por familjare, kështu me radhë. Është e vërtet, ajo ndikon në mënyrë absolute në psikozën e çdo punonjësi të drejtësisë, ndikon në mënyrë absolute dhe ushtron një trysni qoftë dhe objektive ndaj gjyqtarit, ndaj prokurorit. Më e dukshme, kjo trysni e opinionit publik për mirë apo për keq, se drejtësia shpeshherë ju e thoni është teorike, po më mirë ta themi drejtësia e turmës nuk është drejtësi, sesa drejtësi popullore, dhe gjyqtari, prokurori, sigurisht që është njeri, si thoni ju, del në rrugë, jemi në një vend të vogël, ku gjithçka e di gjithkush, dhe për këtë arsye është trysnia shumë e madhe. Fatmirësisht, unë konstatoj që në prokurorinë e posaçme dhe në gjykatën e posaçme, me gjithë tejkalimet skandaloze të sulmeve që ka bërë politika ndaj tyre, ata kanë fituar një lloj imuniteti. Mbase për shkak të përvojës, mbase për shkak të traditës, duke u kthyer tash te prokuroria për krime të rënda, të cilën neve u bëm imun ndaj këtyre sulmeve. Por është i vërtet konstatimi juaj, të kthehemi në realitet, që në prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm, që janë prokuroritë e rretheve, në përgjithësi, trysnia e opinionit publik është e jashtëzakonshme sa shpeshherë e deformon drejtësinë, e deformon dhe objektivitetin e dhënies së vendimeve nga prokurorët dhe gjyqtarët.